president ishte Skënderbeu? Shiko, për këtë kanë folur, janë burime nga, po themi nga italianët, që janë burime shumë të rëndësishme, mendohet se kur Skënderbeu për rësiste për lëhurën e tij, ato dërgonin shumë herë dokumenta. Kur kërkoni më shumë për lëhurë, në atë kohë kishin një si tjetër matëse, normalisht për lëhurën, po mendohet se ka qenë më gjatë mbi 1.90 Skënderbeu. Në bazë të lëhurës që përdorin për të bërë veshjet e tij. Unë dua të di si e kishte emrin gruaja. Atë gruaja e Skënderbeut e kishte emrin Donika, motra e tij ishte Mamica, nëse nëna e tij ishte Vojsava. Çfarë ngjyre ishin sytë e Skënderbeut? Ngjyra syve të Skënderbeut. Po tani... Tani Skënderbeu, ngjyra syve, mendoj që ka pasur të zi. Po, ti ke shumë më të bukur se ai, kështu që... Cili pazari i Gjerkaqës apo i qytetit është më i kërkuar për të vizituar nga turistët? Kalaja e Kryes është shumë e vizituar, Kalaja e Kryes është ndër, po them në kalat kryesore për të vizituar nga turistët në Shqipëri. Patjetër, ju keni kalaja shumë vizituar, keni kalaja shumë të bukur. Dhe Kalaja e Kryes si thash është shumë e vizituar si objekt. Kalaja e Kryes po ashtu është edhe e banuar si kala, bashkë me Kalan e Beratit. Shikoni, ju keni pjesën shumë të bukur, pjesën e Muzeut të Armëve lart. Andaj thash ju keni një qytet shumë të bukur, një qytet shumë të vizituar, po te Kalaja e Kryes është kalaja më e vizituar. A shikoni sa e bukur është Kalaja e Kryes. Shikoni, jemi 600 metra mbi nivelin e detit. Shikoni çfarë pamje ka Kalaja e Kryes, çfarë fushpamje ka? Krye ka një fushpamje shumë të gjerë, Shikoni. Jemi 600 metra mbi nivelin e detit. Dhe po ta shikoni nga përpara kemi një fushpamje shumë të gjerë, nga sa nga mrapa kemi malin e Kryes. Ju përmenda në fillim se Krye ka një pozicion shumë favorshëm strategjik, pra një kontroll shumë të mirë, dhe Gjirokastra po ashtu. Edhe mbrapa është mali, pra pa mundur të sulmon të drejtim, sepse mbas malit e Kryes kemi një mal tjetër akoma më të lartë, pra akoma e pa mundur të sulmoje. Në atë kohë, kalat ndërtoheshin në pika të larta, prandaj, si thash, jemi 600 metra mbi nivelin e detit, të gjitha kalat janë në pika të larta. Komunikimi në atë kohë bëhej dhe me zjarr, me tym, kështu që ishte më thjesht për të komunikuar nga kalaja në kalat. Edhe me zë, me anë të britmes ose me anë të kushtrimit. Quhej kushtrim, pra kushtrimit. Thjesht ishin trimat në luftë, gjitej një luftëtar ose një burr në pikën më të lartë të kalas të Kodrës, me anë të zërit njoftonte trimat e tjerë. Shikoni? Pastaj përballë jush kemi dhe kepin e Rodon. Atë është kalaja e Skënderbeut, në atë drejtim andej. Kemi detin përballë, është kepi i Rodon, ku kemi dhe kalan e Skënderbeut ndërtuar nga vetë Skënderbeu. Heroi jon kombëtar Skënderbeu, ne duhet kërënohemi me te shumë, sepse ai ishte një luftëtar, një strateg, një njeri shumë inteligjent dhe shumë i zgjuar. E luftoi për mbrojtjen e vendit tonë kundër një nga prindërit më të fuqishëm të kohës. Për 25 vite ishte i pathyeshëm. Pra ishte një person shumë i zgjuar, shumë inteligjent, luftëtar shumë i fortë. Pra ishte edhe luftëtar, edhe diplomat, edhe strateg. Prandaj ne duhet kërënohemi shumë me te, sepse për ato që ka bërë Skënderbeu në vitën e vonshme nuk arrita bënte asnjë njeri tjetër. Prandaj është kërëneria jon kombëtare dhe heroi jon i vetëm kombëtar që kemi në Shqipëri. Këto janë buste bronze, paraqesin disa nga bashkëluftëtarët e Skënderbeut. Ne kemi Gjergj Xharianitin, komandanti kalasë Kaninës në Vlorë, njëkohësisht babai Donika Kastriotit. Kush ishte Donika Kastrioti? Gruaja e Gjergj Kastriotit, Gjergj Xharianiti ishte babai Donika Kastriotit. Vrana Konti, komandanti kalasë Kryes në rrethimin e parë, kur në Kryj erdhi Sultan Murati II. Mamica Kastrioti kush ishte? Ishte motra e Gjergj Kastriotit, komandante kalasë Petrelës. Pra i përmenda më parë që gratë kanë pas pozicion të rëndësishëm në hierarki, në ushtri dhe ai ishte komandante kalasë Petrelës. Tanush Topia, komandanti kalasë Kryes në rrethimin e dytë dhe të tretë, kur në Kryj erdhi Sultan Mehmeti i II. Lek Dukajgjini, i cili mori drejtimin ushtarak mbas vdekjes së Gjergj Kastriotit për 11 vite të tjera, diplomatët Skënderbeu, Pal Kuka, Zaharia Gropa dhe i fundit Gjergj Lleshi, luftëtar.
Atëherë, shikoni, në të djathtë tuajën, këto janë portrete dhe piktura për heroin tonë kombëtar të bërë nga piktorë të ndryshëm, italian, gjerman, francez, anglez. Pra, shikoni, kanë gjitha portrete dhe piktura rreth tij. Ato të katra aty lart janë bërë nga italianët. Ato i marrim dhe më të përafërtat, sepse më të sigurtat, që parafron më shumë pamjes vërtet të Gjergj Kastriotit, sepse siç thashë në fillim, ku ishim në salla tjetër lart, ato kishin mundësi ta shikonin kur Skënderbeu ishte gjallë, sepse Skënderbeu ka vajtur shumë herë në Itali për shkak të atë marrëdhënies që kishte me Alfonsin e V mbretin e Napolit apo dhe me Papën. Po ashtu përballë jush kemi portrete dhe piktura të bërë nga piktorë shqiptarë gjatë periudhës së rilindjes, më e famshme që keni parë dhe ju më shumë nga të gjitha është kjo në të djathtë, bërë nga piktori Zef Shoshi. Shikoni? Atë keni parë dhe më shumë në tekste shkollore, ajo aty. Pastaj, të tjerë këtu janë bërë me rastin e 500 vjetorit të vdekjes së Gjergj Kastriotit. Pra në 1968 u hap një ekspozit dhe portrete dhe piktura të bërë nga piktor shqiptar. Dhe kjo është salla e fundit, kjo quhet salla e trashëgimisë, sepse populli shqiptar e ka trashëguar jetën, veprën e Skënderbeut ndër shekuj, legjenda, gojdhëna, vargje, këngë. Pashtu të gdhendura në keramik kemi vargje dedikuar herojt tonë kombëtar. Çdo autor shqiptar ka shkruar rreth herojt tonë kombëtar në veprat e tij, pashtu fjalët e famshme të Naim Frashit, krye qyteti i bekuar, pritë Skënderbeun që vjen si pëllumbi shkruar të shpëtoj më vend. Pashtu dhe filmi Skënderbeut, nuk e keni parë filmin Skënderbeut? Është film shumë i bukur, shumë realizuar. Ndërsa nëpër vitrinë pastaj kemi objekte që janë dhuratë muzeut tonë nga personalitetet të ndryshme dhe shqiptarë që jetojnë jashtë vendit. Këto janë monedha Ari dhe Argjendit, të nxjerra në qarkullim me rastin e 500 vjetorit të vdekjes së Skënderbeut. Janë më shumë për koleksionista, nuk janë për blerë. Pastaj tjetër që janë ampulla poste, këto janë libra pastaj që janë shkruar rreth herojt tonë kombëtar në gjuhë të ndryshme të Europës, siç tam ka dhe frëngjisht, ka dhe italisht, ka dhe gjermanisht. Skënderbeu për shëndetje nga Gjirokastra. Ky muze, që është hapur para 40 vitesh, ka shumë piktura dhe ju i pat besoj, ju pëlqejnë pikturat? Ja për shembull, kjo piktura që kemi këtu përballë është piktura më e madhe në vendin tonë. Autor është Naxhi Bakalli dhe këtu paraqiten gjithë betejat, pra pasqyrohen rrethimet e krujës, sepse turqit osmanët vinin me ushtri shumë të mëdha, ndërsa në qendër paraqiten te armët e Skënderbeut, Keni dëgjuar me qenë se ju qenjeni të armatosur, lloj-lloj shpatash, po dhe Skënderbeu përdorte shpata të ndryshme, dakor, se lufta nuk bëhet edhe vetëm me armë, bëhet edhe me mendje. Rulin Skënderbeu. Tani, shumë mirë, pyetja e parë pra përsa i përket lindjes së Skënderbeut, sepse këtu duhet fillojmë te lindja e Skënderbeut. Sipas shumë dokumentave, Skënderbeu lindi në vitin 1405 dhe shumë dokumenta na thonë që lindi në Dibër, sot në Dibër, afër Peshkopis është një fshat që quhet Sin, ka dhe fshat Kastriot. Pra shumica e dokumentave thonë që Skënderbeu ishte nga Dibra, por ka dhe dokumenta të tjerë që nxjerrin nga Mati apo nga Hasi. Po Skënderbeu luftonte edhe me shpata, edhe me pistoleta? Tani në këtë kohë që ne flasim, pra këtu jemi në vitet 1400. Në atë kohë baruti normalisht ishte filloi të përdoreshin, ju për shembull këtu keni disa bombarda, në pikturë mund shikoni katapulta apo topa. Osmanët për shembull përdornin topa të mëdhenj, nuk e di nëse i patë edhe jashtë. Topat kalibrit madh, për shembull ato morën Stambollin, këto janë më të vegjël, por topa dhe më të mëdhenj sepse rrëzonin muret e kalasë, por pistoletat nuk përdoreshin atë kohë, as pushkët, kështu që më shumë është luftuar me shpatë. Me të shpatë luftonte Skënderbeu? Jo me këtë shpatë, por mund ta shohësh edhe te piktura atje lart, me ato lloj shpate. Megjithatë shpatat janë të ndryshme, kishte edhe vetë Skënderbeu, për shembull ne në Austri kemi 2 shpata, njëra është më e madhe, tjetra është më e vogël, Pra Skënderbeu normalisht që përdorte shpata të ndryshme. Megjithatë po ju them një kuriozitet, Skënderbeu ka patur krahun shumë të fortë. Po me këtë shpata luftohet? Tani ka dhe shpata më të shkurtra, po për shembull ne kemi në lashtësi ilirët luftonin me shpata shumë të shkurtra që quhen sika, madje edhe fjala thika
që përdoret sot vjen nga kjo sika ilire që janë shpatat shkurtra. Skënderbeu kishte shpatën më të madhe se ajo, sigurisht. Kur filloi lufta? Tani luftra, Skënderbeu ka luftuar aq shumë gjithë jetën, sepse ai edhe kur ishte i vogël, pra u dërgua në një shkollë ushtarake, luftoi edhe në Perandorinë Osmane, por ne na intereson koha që ai luftoi për neve, normalisht kur u rikthye. Po, si quhet piktori i kësaj? Atëherë, kjo murale që thash është më e madhja në Shqipëri, është realizuar nga Naxhi Bakalli. Po edhe unë kam bërë me Bakalli. Nga Tirana e? Tiranës. Po autori është nga Tirana, është profesor Naxhi Bakalli, jeton, ka shpenzuar një vit punë për të realizuar këtë murale, që kjo pikturë impresionon gjithë turistat që vinë në këtë muze. Ka shumë personazhe. Shikoni sa personazhe ka? Kryesisht shqiptarët janë pjesën e sipërm, përdorin terrenin malor, por mund shikoni edhe në qendër, paraqiten në qendër Skënderbeu dhe normalisht edhe sultani. A ndihmë të bëjmë bisedë me Skënderbeun? Po ju në muze jeni, kështu që zërës po bisedoni me Skënderbeun, kështu që dhe unë që punoj këtu, zërës jam pasardhës i ti. Çfarë ka Skënderbeu? Po atëherë Skënderbeu ka lënë shumë pasardhës, kishte një djalë, shumë nipa, dhe vazhdojnë akoma dhe sot pasardhës të Skënderbeut. Një ndër pasardhësit e Skënderbeut jam dhe vetë unë që punoj në këtë muze. Pasardhës të Skënderbeut jeni dhe vetë ju. Ja, për shembull, ti vesh ndonjëherë bluze me shqiponjë? Me shqiponjë? Unë kam një në shtëpi. Po, pse ashtu? Sepse shqiponjën ne e trashëgojmë që nga ajo kohë. Pra vetë Skënderbeu përdor shqiponjën. Prandaj ne kemi këto flamurë. Po ajo janë shpatat që ka përdorur Skënderbeu në luftë? Këto janë replika, janë kopje, sepse nuk janë në Shqipëri. Ju mbas e keni dëgjuar që austriakët i kanë marrë që në vitet 1500 e sa. Kur mbaroi lufta? Lufta, ne kemi luftuar aq shumë, 500 vite kemi luftuar kundra Osmanëve dhe pas vdekjes Skënderbeut. Unë kam parë një herë bukurën edhe shpatën të Skënderbeut. Origjinale? Po. Në Vjenë. Në Austria, po janë sjellë një herë në Shqipëri, po ju nuk keni lindur në atë kohë. Një herë vetëm janë sjellë Muzeun e Tiranës. Sollën 2 shpata, është një shpatë tjetër e drejtë dhe për krenare me kokën e dhisë. Çfarë është kjo? Zile? Nuk është zile, zile janë ato që përdoren për shkolla, kjo është i këmban dhe kjo është zbuluar, ka qenë vendosur, është gjetur brenda kalas së Krujës, në pjesën e sipër me të kalas, ku ka qenë kull vrojtimi, sot është kulla e Sahatit, është rënoja një kishe dhe aty është gjetur kjo këmban që është e vitit 1462, ju besoj keni mësuar në shkollë numrat romak. Pra është 1M, 1000, 4C, 400, lëja është 50, 10, 2. 1462. Pra është bashkose e kohës së Skënderbeut. Madje këtë këmban, mendoj që ka gjuar dhe vetë Gjergj Kasioti me veshët e tij, Ne themi që kjo këmban ka dhënë dhe lajmin për vdekjen e Skënderbeut në Krujë, sepse kur ndodhi ngjarje të rëndësishme, këmbanat lajmëronin, O si e dha lajmin? Apo vëmë dhe ne? Po mund ta prekim me kujdes. Pra këtu thash janë vitet, është bronzear, pra zhurma u përhap në gjithë qytetin, madje edhe më lart. Aq shumë zhurmë? Po është një teknikë e veçantë, këmbanat prodhoheshin në Itali dhe ka një teknikë veçantë prodhimi, Me kujdes. Pra 555 vite më parë, kjo këmban lajmëroi vdekjen e Skënderbeut në Krujë. Skënderbeu vdiq nga mosha? Sipas shumë dokumentave, Skënderbeu vdiq nga ethet e malarjes. Malarja është sëmundje që t'jep një temperaturë të lartë, përhapi shumë nga mushkonjat, sepse kishte shumë moçale. Në atë kohë e zunë ethet në Lezhë dhe prandaj dhe memoriali sot është në Lezhë. Po sa vjeç vdiq? 63 vjeç, thash më 17 janar 1468. Kjo pikturë paraqet pikërisht këtë moment. Unë kur kam qenë i vogël sa ju,
ka qenë një tregim shumë i bukur në tekstet shkollore, unë shpresoj të jetë akoma, porosia e fundit, amaneti i fundit i Skënderbeut. Skënderbeu ishte më i forti në ata? Po padyshim në Skënderbeu ishte më i forti, por ai para se të vdiste i la një amanet, një porosi shqiptarëve, i mblodhi gjithë komandantët e tij më të fortë dhe i tha kush mund të më tregoj forcën e tij duke thyer këto tuf me thupra, hajde pak, me qenë se ti ishe më i forti, apo jo? Ja, do i mbash, do i thyesh. I provuan me radhë gjithë princat e tij dhe nuk i thyen dot. Pastaj ftoi 2 djem, tek tregimi ka qenë një djalë, po hajde afroni pak. Ja, t'ju tregoj të treve, t'ju jap nga një shkopi. Ja. Hajde, do ta thyesh e ti. Provoni tani, i thyeni dot. A shikoni sa lek? Pra kjo ishe porosia e fundit e Skënderbeut për gjithë shqiptarët. Nëse ato do qëndronin të veçuar, do thyeshin, do bëheshin copa. Nëse do qëndronin bashk, asnjëri nuk do i thyen të dot. Kush ishte më i forti i Skënderbeut? Më i forti është ai që është i bashkuar, bashkimi bën fuqinë. Dhe kjo është mesazhi i provës që i bëri Skënderbeu gjithë princave shqiptarë. Që të bashkëpunojnë të gjithë? Patjetër. Nëse do luash bashk si skuadër, nëse do jesh i bashkuar, mund të triumfosh. Nëse do jesh i veçuar, normalisht do thyesh. Jo vetëm ta duash dhe ta kesh gjithmonë parasysh, atë ndër shtetin kurse cili ka lindur dhe është edukuar. Por edhe ta mbrosh e ta shpëtosh, edhe me gjak, Skënderbeu. Më tregoj që Skënderbeu ishte i gjatë në mënyrën se si e tregonin, por që të kuptosh sa i gjatë ishte, do dish sa metra pëlur merrte ai për veshjen, ashtu e kuptonte sa i gjatë ishte Skënderbeu. Ishte ju do bëja të pyetje. Çfarë janë këto arma? Si luftonte Skënderbeu, me shpatë apo me pistolet? Dhe ajde me pistoletën këtu? Jo, ajde një ka pistoletën dhe kjo shpatën e madhe. Bravo çuna dhe goca. Një ditë do i kujtohet ky moment dhe do krenojnë Skënderbeun vërtet, do besoni. Sot nuk e dini, por do vijë ajo dita.